Luftëtari udhëton drejt Pogradecit me objektiv të qartë, të marrë fitoren e parë të sezonit. Pas një nisje me 4 barazime dhe një humbje, ekipi shpreson që kjo sfidë të shënoj kthesën. Trajneri Besmir Shabani është shprehur optimist një ditë para sfidës, duke theksuar se është punuar fort për të paraqitur një skuadër të organizuar. Jemi përgatitur për të marrë maksimumin në kjo ndeshje. Kemi dhe ne objektiv për arritje të marrë pikë, sepse është domosdoshme dhe në këtë situatë që jemi na nevojitet pika me çdo kusht, kështu që do bëjmë maksimumin edhe do bëjmë më të mirën tonën. E di që përballemi me një skuadër goxha të fortë, goxha të mirë organizuar, të investuar në blerje dhe në merkato, por ne shkojmë si çdo ndeshje, shkojmë për të arritur maksimale, për të kapur pikën sido qoftë. Kështu që nuk na tremb asgjë dhe vëmë me besueshmëri më të madhe për të bërë më mirë, se s'kemi alternativë tjetër. Kemi marrë masat tona dhe kemi nxjerrë gabimet në ndeshjet e shkuara, edhe përpiqemi të rregullohemi çdo ditë, çdo ndeshje, kështu që jemi të qartë te gabimet edhe te problemet që kemi pasur para dhe po përpiqemi të rregullojmë ditë ditës. Stafi teknik ka fokusuar stërvitje në përmirësimin e koordinimit në sulm dhe forcimin e mbrojtjes, ndërsa lojtarët janë shfaqur të motivuar dhe të vendosur për të dhënë maksimumin. Kam besim absolut te këta çuna. I shikoj që në dita e parë që kam zbritur në fushë me ekipin, çfarë dëshire, çfarë impenjimi, çfarë dëshire kam për të bërë mirë, por që duhet të bëjmë më shumë si në aspektin e psikologjisë, si në aspektin e presionit, duhet të mësojnë që duhet ta mbajnë presionin në ndeshjet vështira, ndeshjet forta, duhet luajnë me personalitet, ashtu siç kanë bërë dhe ndeshjet jashtë fushës sonë, të cilat kanë qenë më të mira se ato që kemi zhvilluar brenda fushës. Eksperienca ka ndikuar dhe normalisht ajo që është më e madhja ka ndikuar mungesa e kapitenit ton Bea Ramadani, sepse është një lider në fushë dhe normalisht është një pika jonë më e fortë që ne kemi. Dhe sigurisht që ka meritat e tija, më thënë, lojtari me eksperiencë dhe lojtari që ka kohë që luan në këtë kampionat edhe që i vë shpatullat e ekipit. Kështu që duhet të bëjmë bukën me mielin që kemi. E kemi përgatitur vetë kështu që do ja dalim me çunat që kemi mbledhur. Suksese. Faleminderit. Sfida në Pogradec konsiderohet test i rëndësishëm për luftëtarin që synon jo vetëm 3 pikët, por edhe të rikthejë moralin dhe besimin e tifozëve. Pas disa barazimeve dhe një humbjeje e një fitore tani, do të ishte një mesazh i qartë se skuadra është gati për të luftuar në çdo fushë. Ndeshja që do të luhet të premte në stadiumin Gjergj Kyçyku në Pogradec në orën 14 do të vijë drejt për së drejti në RTS Sport.